Aliu radiallahu anhu, natën e hijretit e vuri jetën e tij në rrezik, duke ushtri mbi shtratin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E flijoi shpirtin e tij për të dashurin e tij të shtrenjtë, i cili edukoi me dashuri, e mësoi si të dashuron dhe si ta interpreton atë dashuri. Ebu Bekri radiallahu anhu ishte shëmbëltyre gjallë që e meriton të imitohet se sa e donte shokun e tij sallallahu alaihi wasallam. Dhe si e flionte veten për të. Rrugës për në Medinë, ditën e hijretit kërkoi leje prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që i pari të futet në shpellë dhe ta pastroj prej insekteve që mos ta dëmtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kur u vërtetua se shpella është e pastër, i dha leje të dërguarit të Allahut që të futet brenda. Prej lodhjes së madhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e zuri gjumin mbi këmbën e Ebu Bekrit, dhe në ato momente u paraqit një gjarë për të cilën nuk i kishte vrejtur gjatë pastrimit të shpellës. Nuk dëshironte ta zgjon prej gjumi, kurse rreziku afrohej. Prej frikës se do ta kafshoj të dërguarin e Allahut, e vendosi këmbën e tij mbi gjarpër, i cili e kafshoi dhe prej dhembjes së madhe filluan të i rrjedhin lot. Disa pika loti ran mbi fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e zgjuan prej gjumi. Vëreti se këmba e Ebu Bekrit ishte në rrezik dhe me pshtymën e tij të pastër e shëroi prej plagëve të kafshimit. Po ashtu rrugës për në Medinë, i friksuar se armiku do ta sulmoj pejgamberin alayhi salam, heri dilte para, heri shkonte mbrapa, heri dilte në anën e djathtë e herë në anën të majtë. Kjo është dashuri e cila nuk ka shembull në histori.